Edhe bashkë ndoshta në një lidhje të para disa javë, çfarë bisedon Albin Kurti për disa orë me Lumir Abdigjikun kur mblidhen për të zgjedhur krizën dhe nuk shkojnë as tek identikiti i kandidatit që duhet të ketë për postin e kreut të lartë të shtetit, apo edhe të vinë tek zgjedhja emra në tavolinë për të shkuar tek kandidati më i mundshëm dhe më i pëlqyer nga të gjitha palët. Ideja ka qenë se ngecjet kanë ndodhur qoftë me Lumir Abdigjikun, qoftë me Bedri Hamzën në sesionin e kaluar të kuvendit, në atë se cili kur do tjetë propozuesi, dhe ajo ka qenë problemi. Dhe unë pajtohem me ty, se duhet të thjeshtohet kjo procedurë, pra ata mbulojnë me ca parime, diskutojnë parimet, dhe ato parime nuk japin gjë për muaj të tërë. Do duhet ndoshta konkretisht të bisedohet për emra, të veçantë, të cilë do të mund të ishin ky emrusi përbashkët i disa subjekteve ose shumicës së deputetëve të kuvendit. Në gjën që nuk më e bëjnë, unë kam shprehur dyshimet e mia pse është kjo ngatësi, ky mos motivimi tyre për të zgjedhur institucionet, por ajo është temë ndoshta edhe më e gjatë. Sidoqoftë është zgënjyese dhe mund të jetë thash palli shumë e rrezikshme që Kosova të mbahet e tillë çfarë është, pa institucione, pa kapacitete vendimore, pa strategji si të ballafaqohet me pasojat e gjykatës speciale, pra të mbahet në këtë gjë. Ja, kemi edhe një shkëputje tjetër, do rilidhemi me Yllin për të përfunduar mendimin dhe analizën. Po, Ylli, tani të dëgjojmë. Po. Për ta përmbyllur, po. Ndodh në transmetimet e drejtë për drejta, ndodh. Po të ndjekin shumë veta. Që i bien telefonit. Jo, duket se jo. Për ta përmbyllur idenë që kishe? Pra, e shoh si një moment jashtëzakonisht delikat për sigurinë e Kosovës, për të ardhmen e saj. Kosova, nëse ta zëm pandi, do e marrë shembullin më të keq, pra, nëse gjykata speciale vendos që dënoi krerët e UÇK-s me 16 shkurt, me 16 shtator të sillet vendimi, ajo do të jetë shanse jashtëzakonshme diplomatike për Serbinë, e cila nuk do të lehet pa shfrytzuar. Dhe nëse kjo përcillet me mungesë institucionesh brenda, madje me acarimet prej më të reptëve, që are filluan të shohim në ditët e fundit, do të jetë një penalti e hapur për Serbinë që ta shutoj, të cilën e japin hiç më pak se vetë elita politike e Kosovës. Dhe kjo parapërgjegjësi besoj se nuk do t'ja falë kush më në histori këtë gjë nëse e bëjnë. Pra, është koha e fundit që të mblidhen dhe të gjejnë zgjidhje të cilat do. Mu qoftë edhe ajo e përkohshme, qoftë edhe ajo disa mujore, për të kaluar këtë sfidë, e më pas dhe të paguajnë koston para qytetarit Republikës, i cili besoj se shumë shpejt do të mobilizohet në ndëshkimin e spaku disa prej tyre ose shumicës prej tyre. Urojmë që të ulen edhe të gjejnë zgjidhje për të mirën e Kosovës, në fakt, se për të mirën e tyre, politikanët kudo që janë e dim që e kanë prioritet, por në rastin konkret flasim për të mirën e Kosovës. Ylli Hoxha, të falenderoj shumë për kohën edhe analizën që ndam së bashku. Kënaqësi si gjithmonë.